13 qershori 1999 do të mbahet mundëqat për ata çfarë përjetoi Kuksi dhe qindra mijëra qytetarë të Kosovës që ndodheshin në Kukës gjatë asaj pranvere të dhimbshme. Trupat ushtarake gjermane me tanket, autoblindat e mjetet të tjera të logjistikës kalojnë përmes qytetit të Kuksit drejt pikës kufitare në Morin për të deportuar më pas në Kosovë. Qytetarët e Kuksit ende kanë në memorie fotografinë dhe momentet e asaj dite të shënuar. Gëzimi i madh ka qenë unë për vete dhe kam qallë ku kanora atë tek ne. Kjo është pjesë e rrugës poshtë edhe këtej të dy krahët me njerëz duke prit. Domethënë ishte një triumf. Unë shkëmbova dikush kena prit Morin tanket. Me më qenë shumë doja. Pas hyrjes së trupave ushtarake, qytetarët e Kosovës, por edhe kuksianët, nuk kanë pritur gjatë për të hyrë kush e kush më parë drejt Prizrenit. Ëndra ime ishte të shkelja në tokën e Kosovës. Kam pa një motër të martuar në Prizren, unë kam shkuar mrap. Sa hin atë të gjina kena hik flamurin e Serbisë në dagan të Morinit. Kam pas fatin që në Kukës kanë qenë një grup gjermanësh, edhe me makinën e tij që ishte e njëjtë sikur e ka këfori gjerman. Ne jemi fut edhe kemi shku gati deri në hyrje të Prizrenit. Mirë gjithë makinave e në Prizren, pa ditë veni nis. Jena nis kam bile më pa kena në devon Prizren, jena nis kam marr për Morin. Më shumë se 500.000 qytetarë të Kosovës të shpërngulur me dhunë nga trojet e tyre etnike u vendosën në Kukës e më pas në qytetet e tjera të Shqipërisë që nga 27 marsi i vitit 1999 e deri me 13 qershor, ditë me të cilën nisi edhe rikthimi gradual në Kosovë.